Përshëndetje, unë jam Brikina Krasniqi nga Kids Day, mirë se vini në podcastin e radhës, e sot do të flasim edhe një temë tjetër që ndoshta flitet, por nuk e dim edhe sa dëgjohet. Tema për sot është ruajtja e ambientit. E me neve sot e kemi zonjën Exona Shala, mirë se erdhe, ekspertën këtë fushë me shumë hulumtime, që tani do të bisedojmë dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë këtë aspekt për rujtjen e tokës tonë. Mirë se erdhe sot, shumë mirë me të pas në podcastin e Kids Day. Faleminderit shumë Brikena për ftesën edhe për mundësinë. Me shumë kënaqësi me bisedu një temë kaq, siç e the vetë, kaq të rëndësishme në një çështje kaq të lehtë, ndoshta kisha mujt me thonë. Po, deshta me të pyet për titullin tënd, ti je drejtoresh ekzekutive e EKOZ, dhe deshta me të pyet për ka erdh emri për këtë iniciativë, qysh u nis krejt kjo çështje? Po, rrugtimin tam si aktiviste tash, e kom fillu qysh prej studimeve bachelor, që i kom të përfunduar në ekologji, mbrojtje e mjedisit, e njëkohësisht edhe mas studimeve aty e filluam edhe një farë lloj aktivizmi, ta them. Të e kuptu që në Kosovë mungoj ke shumë informata për mjedisin, kish keq informime, ishim si një shtet në zhvillim e sipër, na si kolegë mandej të masterit e vendosëm e themelu një organizat. Ishte vetëmja nështë mundësi që mu ishim me kontribut aman në profesionin që e kishim, se alternativat ishin ma të shkurta. Edhe jo aqë shumë e dëgjumë ose nuk kom dëgju që ka pas, ose ka ndonjë organizat që është të themeluar taman këtu në Kosovë për këtë fushë. Po, tash kohët e fundit kemi ma shumë, po në atë kohë kanë qenë, ndoshta gishta 2-3 që na i kemi njoftë. Shumë e nevojshme. Po, edhe studenta nuk ka mjaftu shumë, ka qenë vetëm 7, për shembull që në gjenerat që e përfundojnë. E kështu filloi, po emërtimi si EKOZ rrjedhi si i tillë që me mundu me tregu zonin e qytetarëve, zonin e problemeve mjedisore, edhe zonin e natyrës, e sidomos për gjeneratat e reja, cilët veç se i kemi edhe si audiencë apo si grup, cilët na i targetojmë shumë, edhe mundohemi me avancu ma shumë të kuptumit edhe në lidhjen e tyne me natyrën. Me natyrën. A mundet me u eduku dikush për natyrën në qoftë se s'kalon shumë kohë në natyrë? Fatkeqësisht jo. Është një edukim ndoshta i vështirë, i zorshëm, i mundimshëm, idealist, po jo realist. Natyra është shumë e rëndësishme për jetën tonë, për zhvillimin tonë, në aspektin e përgjithshëm, po ashtu edhe tek fëmijët, që e ka një kohë të përgjithshme të ekspozimit fëmijë në natyrë, cila i ndihmon qoftë në zhvillimin e tij motorik, qoftë në zhvillimin e tij, ta them, mendor, në disponimin edhe në gjitha aspektet e tij fizike edhe mendore. Po çka e kemi si problematik të natyra apo të mjedisin përgjithësi është që jo çdo herë prind me fëmijët e preferojnë bashkëbisedimin, shëtitjen në natyrë, po. Ma shumë shkojnë në për shopping mall se sa në për parqet. Fatkeqësisht s'kemi edhe atë shumë, po këto pak që i kemi mundemi mi shfrytzu. Po, është e vërtet, është një periudhë e kohës në cilën nuk vlerësojmë mjaftueshëm ambientin e hapun, edhe pak prind një farë aspekti të vetëdijësimit nuk e kanë shumë të lehtë arritjen deri në parqe, po edhe nuk është që i dëgjojnë shumë fëmijët, se si EKOZ na kemi fillu qysh para 3 viteve punën me Save the Children, edhe kemi grupin e fëmijëve të cilët edhe pse janë prej 13 vite deri në 17 adoleshentët. Provojmë që mi eduku edhe mi angazhu sa ma shumë në mjedis. E gjatë këtij rrugtimi kem mësu shumë, edhe kem pa që një studim, një pyetje që ja kemi bërë këtyre fëmijëve, sa herë shkojnë në pyje apo në male, ka ndodhur që një herë apo hiç brenda vitit nuk e vizitojnë fëmijët. Është diçka që vjen keq me kuptu, po. Për fëmijët, na e dim që dalja në natyrë është ajo pika kyçe dhe aty e mësojnë. Po ndoshta për krejt ata që po na dëgjojnë, qoftë prindër, qoftë adoleshent apo edhe edukator, çka për një mend në kupton rujtja e ambientit? Atë kështu ta shkoklojmë. E për ju që se dini çka është me shkoklu, misrin kur e shkoklojmë kokën kur përgol, dojna me shkoklu sot. Në zbërthi tamam. Kështu, ndoshta ekologjia në përgjithësi është mënyra qysh njeri jeton me natyrën.
Prandaj kemi produkte eco-friendly në terminologjinë tonë që janë miqësore, njëri ka kriju ato në harmoni me natyrën, pa e dëmtu natyrën. Po. E kjo është pjesa ku njeriu ka nevojë edhe qysh në zhvillimet e tij na kemi jetu në natyrë. Po, natyra është burimi i jetës, edhe patjetër që duhemi më kujdes për ata, po qysh më kujdes kallëzën. Me gjeste shumë të vogla, me veprime shumë të vogla, njëri ndër to që e bojna shpesh është qesja, e kemi zëvendësu me pak forcë, me pagesë, po edhe ajo është zëvendësu. Apo duket që ka pas ndikim? Po. Një prej ditëve në dyqan e pashtu dal një gru, s'më kemi marrë krejt senet të ndorë, po qesën se kish marrë. Nuk e kish vlek, kështu që ndoshta kjo është një formë e vogël e vetëdijsimit që ndikon pak nga pak ndrejqe gjithçka, po. Në ndryshimin e shprehive tona të përditshme, mënyra qysh i pastrojmë dhëmt rubinetin që duhet me nal, mënyra që shkojmë në shkollë, na e dim që fatkeqësisht fëmijët dërgohen me vetura në përgjithësa shkollat. Pavarësisht distancës. Pavarësisht, po. Mënyra që ushqehemi, jetesa shumë e thjeshtë, veprimet shumë të vogla që na i bojmë çdo ditë me i kushtu vëmendje ekologjike. Kjo është lexova një fakt që tha, në qoftë se duhet sa përdor një evropian energji, atëherë 3 planete nuk na dalin për me prodhu energji, për me pas mundësi, domethënë për një evropian aq shumë merr energji qoftë resurse të tokës, saqë po fatmirësisht ka do të tjerë që nuk e shfrytëzojnë aq shumë, edhe kjo mandje e balancon. Po ju si person, cilat janë do veti tua që i bën ti në përditshmërinë tënde që i ndihmon tokës? Po e përmenda ato shprehit. Unë kam këto edhe profesion edhe pasion, mandej po më gatrohet se punën që kam të ndërlidhur e kam për çdo ditë me aktivitete për mjedisin. Po për atë aspektin e përditshëm, për shembull, na provojna me bardhë, me burrin, me ardhë, me motor, me një rrugë tim që me provu të dytë me kursy edhe hapësirën, edhe kohën. Po të njëjtën kohë, një qese e moj gjithmonë. Me pas me vete, po. I kushtojmë rëndësi, po ashtu edhe aspekteve të konsumit të përgjithshëm, të ushqimit, qoftë edhe mënyrës që zhveshemi, çka blejmë, janë veprime shumë të vogla që besoj çdo gru, po edhe çdo individ mundet me marr nëse pak i kushtojmë rëndësi faktit që jemi tu i dëmtu pyet që na japin jetën neve. Pash që ma shumë punon me adoleshentët, ndoshta edhe për faktin që kishin edhe mësim dhanse, edhe kjo i kanë ndërlidh këto bashkë edhe këtë gjenerat që donë me po gjeneratat e reja me njoft ma shumë, po cila kish më ku në mosha adekuate mja fillu mi eduku, se ka njëherë mendoj që se na kids day miremi me këta matë veçlit. Edhe kështu që ka njëherë është ajo ideja që hajtë si i vogës, që ka den. Mami, adin, nështë ma vonë edhe kur kish me qenë koha adekuate me fillu mi eduku gjeneratat e reja që më kujdes për këto që na rrethon. Qoftë në bazë të studimeve që e mbo, qoftë në bazë të përvojës vetë që e kom pas, ka qenë edhe eksperiencë shumë e mirë, edhe kënaqshëm edhe ke mujtë me pa rezultatin e drejt për drejt të fëmijët në qerdhe. Mosha 4 deri në 6 vite është mosha në cilën fëmiu absorbon mas shumë të informata, edhe në atë moshë nëse na i ekspozojmë ndaj virtyteve apo shprehive të reja, qoftë nëse i vendos si kopsht 3 shporta me ngjyra ndryshme dhe fëmiun e stimulon me fillu reciklimin në ambiente të brendshme, edhe kjo mundet me qenë njëna prej mënyrave qysh fëmiu fillon edhe ekspozohet ndaj veprimeve në mjedis qysh nga herët. Personalisht kom pas disa ligjerata në kuadër të projekteve të ndryshme në qerdhe, edhe ka qenë gëzimi shumë më i madh i fëmijëve, se edhe janë lojra atraktive, po edhe kanë qenë shumë të interesuar dhe kom kuptu që informatat cilën ja kemi dhënë, për shembull që munden me një robinet nëse i nalin kur ti pastrojnë dhëmë, ti kursen 200 litra ujë, ju ka dok një numër shumë i madh, një arritje individuale e madhe. E majnë men djalin e vogël, kanë mësu për transportet, edhe në pjesën e kurikulës që kishim ne aty, mësun që nuk duhet me kursysa ma shumë, edhe që automjetin kur jeni duke prit në kolon, ose kur jeni duke prit derisa dikush shkon në market, me fik derisa kryen punë dhe mandej mos me lonë ndezon. Unë personalisht i kisha bo mësimin, edhe pastaj
derisa shkuam në shtëpi, unë alëm në një dyqan kur unë e lash hapun automjetin edhe po më prek mbrapa. Më duket sot mësum që do të më rujt ambientin, të e nal automjetin. E shoh që te ata ndikimi është shumë i fortë, edhe njerëzit kanë njerë nuk e kuptojnë që bash mosha 4 deri në 6 është mosha adekuate për mi fillu, mi vendos ato shprehit që zgjasin për të njëjtën. E mendoj që kështu e kom pa edhe vetë prej vetë fëmijët tem. Unë në shasi e rritun e bona ato, po nuk e kom fitu shprehin, se mu dikush nuk ma ka mësu kur jom kone vogël. Absolut. Mirë po, ai ka që me një herë fitoj shprehin e murë si mision, që sa herë një vetë nashe me bo diçka këtu. E kom pa që ka me të vërtet, prandaj edhe po du me theksu këta në këtë podcast që fëmijët e vegjël mos t'i marrim sikur sa ata ma shumë mësojnë të pa, edhe qysh na sillemi, po gjithashtu edhe më jap këtë pjesë. Informatën. Mandej edhe ata gjatë rrugëtimit të tyre, kur zhvillohen, bëhen edhe kritikus të prindve, që veç e cek. Fillon ma herët. Kritikus të mirë, po. Po që edhe gjithashtu je shumë kështu me raportet të ndryshme, me pa se qysh po ndotet ambienti edhe këto statistikat edhe po që me të vërtet je që thojna në hap me gjithçka që po ndodh, strategjitë që përdoren këtu në Kosovë në shtetin tonë për rujtjen e ambientit. Qysh ta merr mendja? Në çfarë faze jemi se nuk duket që jemi edhe aq mirë. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht i kemi dy opsionet. Fatmirësisht për nga aspekti i legjislacionit jemi kogja mirë. Muj me thonë, nëse kishim bo një përqindje 85%, e kemi të kompletuar me hartimin strategjive, ligjeve, rregulloreve, gjitha. E qalojmë shumë te implementimi, ekstrem shumë, është një diskrepancë shumë e madhe në mes këtij aspektit, po edhe te ky legjislacioni që është ekzistus, na kena bo një analizë që absolut nuk mirën në konsiderat perspektiva e fëmijës. E gjithë kë mjedis është për fëmijët, për gjeneratat e ardhshme. Asnjëherë as nuk janë konsultu, as nuk janë pyet, as nuk janë marrë parasysh. Kështu që nështë mi thonë legjislacionin e kemi me tika të hartum në qatë aspekt, është i përshtatën të bashkimit evropian. Po, mirë po në aspektin e implementimit mandej aty qalojmë. Në shkolla nuk ka mjaftueshëm landë të ekologjisë të ekspozume, sepse mas klasës... Të cila landë kishim pas ma letme? Ekziston prej klasës 3 ekologjia dhe mjedisi, por prej klasës 6 mandej bëhet jo obligative, po e zgjedhën, që landë zgjedhore. E prindrit e kanë të drejtën me zgjedhë, jo çdo prind e zgjedh. Është në konkurrencë me artin, muzikën. Shohin ato për perspektivën personale ma të rëndësishme, dhe kjo pjesë edhe si e kulturës tonë që po. Edhe zakonisht konsiderohet si mbledhje mbeturinave, që është njëri ndër virtytet ndoshta më të ulta se na mbledhim një pasojë të një veprimi të keq të një individit. Nuk e përmirësojmë një veprim të keq sa ai ka me vazhdu me gjujtat mbeturina, veç kena me vazhdu me kriju mbledh sa më shumë. Ajo shkon si një cikël që i pa ndërprerje edhe nuk kemi eduku kur gjo, po vetëm po merremi me pasojat. Fakt. Kjo është ndoshta që qerdhet në këtë aspekt munden me pas shumë një rol më interesant dhe më atraktiv, me kriju diskutime shumë ma interesante me fëmijët, të fillu prej ngjyrave, prej mënyrës që ata shprehen përmes ngjyrave, prej mandej kafshëve, me familiarizu sa ma shumë me lujt rolin e pinguinit një ditë, me dëgju për pinguinin, se neve si qenje njerëzore, po edhe si individ na nevojitet edhe njohurit e kafshëve, edhe njohurit me rrethin tonë, cilin jetojmë. Për habitatin e tyre, për ato që i rrethon edhe ata dhe neve. Është po kështu shumë e vërtet që na nuk merremi sa duhet me edukimin e gjeneratave të reja, po pash që ju si organizat keni kështu të pafundësisht, ke edhe vështirë me gjetë për me arë sot me neve, sa e zanën një me shumë aktivitete, e të përgëzoj për këta shumë, po tregona pak ma shumë për rajonet e ndryshme, që ke pas kontakt, qysh përsh konkret kjo pjesa e... Na gjatë kohës si organizat kemi mri edhe partneritete me ndërkombëtarë. Kjo është njëna prej virtyteve shumë të mira që e kemi gjetë, ndoshta shkaku i punës e i angazhimit, po edhe shkaku i mungesës organizatave mjedisore adekuate në Kosovë. Gjatë
zhvillimit qoftë projekteve, aktiviteteve, shkollave të ndryshme me ta kemi mësu shumë. Po njëjtën kohë me regionin e shteteve të Ballkanit, sa herë që takohemi është një lloj i bisedimit që nuk nihemi të vetmum. Edhe kjo është një lloj ngushëllimi që të kemi edhe Ballkanin që të gjendje. E kemi edhe shtetet e Ballkanit që nuk janë sikur Suedia, sikur shtetet e tjera. Po në përgjithësi besoj që si Kosovë na dina me bo gjana të mira. Fatkeqësisht e kemi një farë egoje individuale për momentin që është shumë e dëmshme për mjedisin, se në mjedis nuk ka ego po eko, në sensin me mendu për gjithë, jo po ne. Këto pasojat e fundit, shirat e ndryshme edhe vërshimet e ndryshme që Kosova është hup, dikur rreth 222 milion euro në vit është humbja e mjedisore që konsiderohet, e që duhemi me marë pak ma seriozisht për gjeneratat që po vinë, çka po i lojna. Po se mendohet që kur e hedh një shishe 450 vjet ajo mbetet aty, po haj se s'ko me jetu në 450 vjet. Po s'ka problem për ato, nuk e kemi halat ndërgjegjësimin e plot. Po këto gjeneratat e reja, qysh po e presin krejt këto që ju po punoni me ta? Gjeneratat e reja janë shumë ma të preokupume dhe ma të avancume në aspektin e angazhimeve, ma të willing nështë anglisht ma të dashtun për mua angazhu në aspektet mjedisore. Dikur 74% e këna bo një analizë është bo edhe kanë tregu që me shumë qef se janë të preokupum, ishin angazhu në aktivitete mjedisore. Kjo nuk kupton edhe me mbjell një dru, se aktivitet i mjedisit është edhe fakti që jeta jote zhvillohet sa ma afër me natyren. E me veprime shumë vogla, me lule, me mbjellje drujve, munden me mëri. Po çka është për të ardhë keq është se të rriturit nuk din mi dëgju, nuk dojnë. Na kem pas rast kur ka ardhur njëri prej fëmijëve dhe ka thonë mësuese ti shumë mirë më ke thonë që me përdor autobusin, unë i thash mamit, po ajo as në kompjutim çaj me kerr në shkollë. Prap. Po nuk i lojmë fëmijëve zgjedhjen e duhun për me marr ata në të mirë të tokës, po. Ose të paktën me diskutu. Tu e pa këtë aspekt na kena kriju madje edhe audiobooks në Spotify që në për kolonat e mëdha të kryeqytetit me mujt fëmijët paktën në për vetura me prindët e tyne janë prallat, një 5 prallat të cilat munden mi dëgju që kanë të bojnë me ndryshimet klimatike. Po, sfundmi i kem të përkthyer edhe në gjuhën serbe që mos me lanas fëmijët e komunitetit tjetër jashta, edhe po mundohemi që me një formë apo tjetër sa ma shumë që diskutohet për mjedisin, kuptohet ma mirë edhe njerëzit e krijojnë si mënyrë të jetesës. Se nuk është në mjedis mjaftueshëm me dalë me pastru një lom edhe më kthy të shtëpia me flajt për natën në ditë të tjera. Me pastru ndërgjegjën që kom bo diçka dhe me qaq me përfundu. Cilat janë do prej aktiviteteve që i keni bu ju si organizat e që kanë pas jehun më të madhe e që e ki pas e kanë pas një impakt për një me qoftë në ata që kanë qenë përfshim apo të tjerë për rreth? Po, kem pas format ndryshme, se për me vendos mjedisin në agenda të diskutimit, dush me shkund pak edhe audiencat, qoftë trajnime, seminare, konferenca, këto workshope standarde, po që ka qenë interesant, ka qenë që kemi provu në grupin e fëmijëve, cilët i kemi pas nga 4 komuna, Mitrovic, Prishtinë, Peja dhe Gjakov, kemi provu qysh me ngjall ata ma shumë në aktivitete mjedisore. Jem hi në gara, e vetëm janë nxitse që ka qenë shumë interesante për me zbulu edhe na. Me dëshmu dhe vetën ata, po. Po, edhe fitusi ka qenë Mitrovica që e kanë shëndru shkollën e vetë me rubineta automatik, se kanë pas gjithmonë rrjedhjet të ujit. Kjo është ndoshta njëri prej aktiviteteve që e dojmë më shumë. Ata kanë iniciuar dhe kanë realizuar në shkollën e tyre dhe mandej kanë ndryshuar domethënë prej rubinetave që kanë rrjedh gjatë këtij kohës me rubinetat. Po me siguri ata janë ndje shumë kështu krenar me këtë arritje tyre që kanë bënë ndryshim. Sa do nështë duket i vogël, po besoj që është shumë i madh për ta. Absolut. Edhe çka është më e rëndësishme ka qenë që është e deleguar prej fëmijës. Është shumë e rëndësishme për fëmijën mundi, çaq që fuqishëm sa ai mundet me bëni ndryshim në shkollën e tij.
Dhe më thonë, me jep motivin adekuat, që ajo është shumë e rëndësishme edhe për edukatorët, edhe për mësuset, që fëmijën me ndëgju shumicën e herave, po edhe me mundu, me facilitu, me stimulu, që ai me kriju mandej vetbesim, se tash ideali është udhëhecin i grupit më të madh të 100 fëmijëve, se ka qenë i stimulum, është një ndër aktivistët kryesor që na e vlerësojmë shumë edhe që mundet me qenë një ndryshuesi i ardhmës. Po tamam ka pas një efekt shumë të mirë edhe një tamam që ai mundet tash me përcjell kretë ato që e ka marrë për vete dhe të tjerët. Po tek moshat e vogla, edukatorët ose institucionet parashkollore. Cilat janë se ti the më herë që ki punu edhe me këtë pjesë, cilat kishin me qenë disa ide që na mujmë ju jap atyne për me pajis, me aktivitete interaktive, e mandej ato mi bo aty në për klasat e tyne, me grup moshat të ndryshme, që kjo me pas një efekt mandej për ta që kam i majtë gjithë jetës. Unë kur kom qenë angazhume, kom fillu me hulumtu edhe fatkeqësisht kom pa që shumë pak ka të qasshme në atë aspektin lojra adekuate për fëmijët e kësaj moshës, edhe i kuptoj edukatorët që jo çdo herë i kanë kritikët. Edhe preferojnë që këto aktivitetet me zhvillu në natyrë, jashtë kurdo që kanë mundësi me dalë, me mbjellje, me janë këto aktivitetet e zakonshme. Po çka munden me bo përveç me kriju shprehit si ndarja e mbeturinave me ngjyra, stimulohet shumë njëna prej aktivitetet tjera është që me secili fëmijë me pas kafshën e vet të preferuar, edhe me tregu në situata të ndryshme, për shembull kur bie shi shumë i madh, nëse fëmiu është një lloj i lepurit, çka bën ai në ato situata, që me ngjall një lloj të ndërdijes të fëmijët edhe në idenë e tyre ndaj kafshëve dhe situatave në situata të ndryshme. Mandej ka edhe lojra të ndryshme me anë të fshehjes së kafshëve apo shteteve të ndryshme që ose vijave të ndryshme që munden mi bo, edhe njëri është uji, tjetri mundet me qenë lumi, tjetri është me kriju një lloj të ekosistemit, tjetri është lulja në role të ndryshme edhe mandej ata kanë me aktru edhe me mu njoftë edhe me përjetu më shumë. Çka është edhe si rekomanduese është që vetë fëmiu me kriju, për shembull me fillu me motin. Një fëmijë me marrë çdo mëngjes si detyrë e shohin motin edhe me vizatu vranësiren ose diellin ose në këtë aspekt mundet me stimulu edhe një të kuptumit fëmijët që edhe jeta e tij varet nga dita e motit, se e vizaton ombrellën apo borën apo format të tjera. Përgatitjet në bazë të stinëve që i ka. Shpeshherë e bujnë si veç një rutinë ditore që e kqyrin motin, sot që ka vranë, sot që ka me diell, po nuk e shtjellojnë tamam edhe arsyen mbrapa kësaj pse bëhen këto aktivitete. E vërtet, fëmiu nuk mundet me kuptu nëse na nuk i folim në gjuhën e tij, të paktën në metodologjinë e tij apo në të kuptumit e tij. Këto edhe ka shumë rëndësi mënyra që i shpjegohet mjedisi. Një ditë me marrë edhe me kriju robën e prishun, me marrë që edukatorët edhe me qep, kjo është aktiviteti mjedisit, se ti për mëson fëmijën që mos me gjujt. Mos me gjujt me njëherë me të parën. Me të parën, po e ka një pull dëmtume, mundet me qep, ose një telefon të prishun, një pajisje që mja jep edhe një funksion të ri, me rifunksionalizu. Me riciklu, me kriju produkte të ndryshme ose ushqimet, ose ka besoj mënyra shumë të thjeshta, të lehta, që për fëmijën janë shumë të rëndësishme mu kriju si shprehi, pa pas nevojë mu kompliku e gjithë jeta e fëmijët, po veç mu ekspozu ma shumë ndaj alternativave edhe ndaj venit ku ai është të jetu. Kohët e fundit e kom pa që disa prej kopshteve po praktikojnë shumë edhe mbjelljen e perimeve të ndryshme në oborrat e tyre, mandej me fëmijët kanë bë këto shprehit, ujitjen, kujdesin ndaj tyre, mandej vjeljen, mandej me të njëjtat perime edhe gatimi një salatës ose diçka kështu. Kështu që mendoj edhe kjo është një aktivitet ose diçka që kishin mujt me përdor absolut, kjo është shumë e mirë edhe na e kemi pas një vizitë studimore vitin e kaluar në Sloveni edhe të njëjtën kemi pa në gjimnaz. Tash do t'i bojmë Kosovë 3 prej këtyre kopshteve, se drejt për drejt ka ndikim në
zhvillimin e tij dhe e kupton procesin që vjen fruti deri në pjatë. Ishte për me të ardhur keq në një prej rasteve që dëgjova, po mësojnë krejt përbimën, fara, krejt procesin e rritjes deri tek fruti, po vetëm në letër, vetëm në vizatime. Më erdhi keq për shkak që mbjellja edhe qoftë edhe një lulës më të vogël është shumë e lehtë, po për faktin që nganjëherë edhe edukatorët ndjehen të mbi ngarkume, i anashkalojnë, e ndoshta kjo është diçka që mandej pasoja e saj na është më e madhe se nuk na bën veç neve pasoj, po në ndërgjegjësimin edhe përgatitjen e çati fëmijët për të njëjtën. Kështu që më bëu thirrje tamam krejtve. Edhe ndoshta edhe këtu edhe luan rol një farë lloj preokupimi prindve që fëmiu s'bën me prek dheu nëse më qenë sa më i pastër, sa më mirë i kuruar, mirë dukur, i kuruar, sakt. Për kundrazi fëmijët do të më jap lirinë dhe hapësirën që ai me shpreh veten. E me natyrë nuk mundesh nëse ti je pa u përly, po s'ka shansa. Absolut, nuk patikat e reja nuk munden me u rujt në një ambient në të cilin fëmiu e tregon tamam edhe shpirtin e vet, edhe ndihet tamam pjesë e natyrës edhe vetja. Din me rujt edhe tamam me shpreh veten në ti. Po, ju kisha lutë që të paktën mos mi bërtit fëmijët kur të kthehet që është për lys, ai është gjesti i parë apo veprimi i parë që ja hub motivin me shku edhe një herë në përparë që e gjithë i kemi në për qendra tregtare, në për hapësira të mbyllura. Shkaku i një lloj frikës ndaj pasojës që vjen se po zhytem apo po përlyhem apo është e vërtet që e kemi këtë mentalitetin që duhemi mu dogë gjithmonë superior, e mandej me në ardhë fëmiu i përlyt na duket sikur diçka ka ndodhur keq. Që na kemi që na është edukatorët kanë një ndjenjë që s'jon kujdes mjaftueshëm mirë, e që në fakt unë mendoj të kundërtën, ato kanë jap hapësirën e duhur fëmijët për me eksploru krejt ato që u duhet, po jo gjithmonë pranohet ashtu. Po është proces i në zhvillim e sipër, kadal, shpresoj që kemi me mujt me mrri, me ju jap sado pak njohuri që me lon fëmijët, me lujt, me shiju natyrën, me prek natyrën, qofte edhe me dalën shi kur bjen, me përjetu shiun, edhe me borë gjithashtu, se ka njerë është frika që bora e ftofte smuhën, po benefitet për me përjetu tamam ata, edhe pri moshës shumë të vogël, janë shumë të mëdhaja. Kështu që në këtë aspekt duhemi sa ma shumë me i inkuraju, me i ndërtu për me mujt me bo këta. Po, për ndryshe në çdo klasë kemi të pak vetëm 1 ose 2 fëmijë që nuk kanë alergji, vetëm 1 ose 2 fëmijë që nuk i bjen gripi të paktën 4 herë mbrana vitit, dhe këto janë pasojat. Rënja e imunitetit është pasojë që nuk kanë. Që nuk janë, po se trupi njeh mandej hapësirën e jashtme ndjej si kërcënim, se nuk është mjaftueshëm i ekspozuar me kuptu që ky është vendi në cilin ti po jeton, edhe ajrin që kemi na këto është lehtë për me na kriju alergji të ndryshme, e sidomos të fëmijët, sidomos veturat që fëmiu ka trupin shumë atë shkurt, e gazrat e veturave janë drejt për drejt në fytyrat e tyre, po. Edhe mrena në oborrin e shkollës ose në oborrin e qerdhës. Po na kemi qef me shku me nga automjetin deri mrena, deri nder gjithë shkafit, po. E vërtet, e kjo është po mendoj shprehia merr kohë, po duhet nëse i mendojmë të ardhmen, qoftë fëmis, qoftë pasardhësve të tjerë larg prej fëmis, nipave, mbesave, duhemi disa lukse, që po i konsideroj lukse, mi reduktu. Mos me shku me vetur deri në borë mrenda, po mund është mu parku në vend parkim, me mësu fëmin me ecë, se edhe ecjen e kanë pak të limitume. Është e vërtet. Në mahalli kena të qerdhja, unë të njëtën gjithmonë u brengos atë qysh po mundën deri të dera e qerdhës, o dashmi vendos 4 bloka, 4 pengesa, se në qerdhe. Pengesat, po, se jo në afru shumë afer. Po, mos me prek fëmijën tokë në këtë aspekt. Kjo është prindi si ne provet të i rritë fëmijët, mos me prek kërkun, kur gjo. Po, është pavedije që mundohen me kriju si lloj të praktikës mirë, kujdesit mirë, ndaj fëmijës që unë jam prindi mirë, po
përkundrazi fatkeqësisht nuk është e mirë për fëmin. Ndoshta për ta si koncept shoqnori prindërimit adekuat është, po duhet me pas konsiderat që fëmijët e tonë nuk janë ata që po përfitojnë prej kësaj mënyre tjetës Në fakt të rritunve. dëmtohen. Absolut që po. Shumë faleminderit që sot e ndam këtë temë bashkë dhe e diskutum. Shpresoj shumë që kemi jap disa mesazhe, jo vetëm një, për krejt ata që na shohin e na dëgjojnë, për me pas mundësi me di që toka është e jona, duhemi më kujdes, ndoshta veprimet vogla, po kanë ndikim të madh. Absolut, faleminderit shumë Brikena. Ishte kënaqësi që me pas hapësirën edhe me mujt me diskutue, sidomos për mjedisin, temën e preferuar, po, edhe me tekst të veçantë në gjeneratat e reja, se në ta e kemi shpresën. Faleminderit shumë. E ju të gjithë që po na shikoni e na dëgjoni, leni fëmijët me dalë, edhe që bohen pak me dhej, nuk i gjon kur gjo. Po bohen më të shëndetshëm e fitojnë imunitet. Deri në podcastin e ardhshëm, miru pafshim.